Të nderuar shikues, ju përshëndesim përsëri drejt për së drejti nga stadiumi Arena Kombëtare e qytetit. Ka poshtë mbyllur pjesa e parë e supersfidës Vllaznia Dinamo. Barazim 0-0 pjesa e parë. Kam këtu pranë ish futbollistin dhe ish trajnerin e Vllaznisë Elvis Kraja, i cili prej disa vitesh është larguar nga Shqipëria dhe jeton larg në Australi, por ka ardhur pikërisht për të mbështetur Vllaznin në këtë fazë finale. Mirë se erdhe Kraja. Mirë se u gjeta dhe suksese Vllaznisë. Shpresojmë se jetë viti juve, jetë viti i suksesit. Ka marrë për stafet me një Vllaznin, një ka djemë të mrekullueshëm se e kanë qëllë Vllaznin dhe në këtë bi. Shpresojmë se të arrijmë deri në fund. Shpresojmë edhe kam besim se edhe stafi teknik në përsëri jetin teknikun Diorin. Kam besim. Pjesa parë 0-0. Nuk vorrej shumë momente emocionuese, më themi, një përsi e Vllaznisë, por jo me raste konkrete. Një përsi, po një lojë e kujdesshme sepse Dinamo s'ka çfarë bëj. Ne duhet të kemi kujdesshëm, shohim momentin e duhur, shpresojmë se pjesa 2 do jetë më entuziazme për ne. Ka rezultate, besoj, shpresoj të jetë favorit tonë. Sigurisht sot në fushë duke drejtuar Vllaznin, që në fakt e keni drejtuar për para disa viteve, çfarë mund të ndryshonit për pjesën e dytë? Asgjë, do ndryshoj asgjë, sepse tani Martini sillen Xhamon asnjë moment si kolon Xhamon gjatë kampionatit, edhe tani është tepër i kujdesshëm, po për momentin e duhur, shpresoj do mendoj se do bëjnë ndrimin e duhur, dhe Vllaznia ta vinë rezultatin pozitiv të fundeshit. Bën disa vite që jeni larguar nga Shkodra, nga Shqipëria dhe jeni vendosur në Melbourne, më stadion në Australi. Sa vite? 8 vite. Ju mungon Shkodra, ju mungon Vllaznia, ju mungon tifozëria? Shumë si qytet, si klub. Për këtë periudhë dy hyrën vjetë, që t'jem sa më afër qytetit, sa më afër Vllaznisë. Me qef e mora vesh se neshet finale, edhe erdhe me qef se ta njegu këtë neshe, shpresoj si në fund dalim me sukses. Do një aktivizim në sportin, në futbollin në Australi? Ati kam një biznes të jemi personal training, dhe të habis një akademisë, po mirë, shpresoj me jetë mirë. Ishim me Elvis Krajen, pikërisht ish futbollistën e Vllaznisë dhe ish trajnerin e Vllaznisë, një familje sportive ku kemi parasysh që babai i tij i minjor Nefail Kraja ka qenë një atlet kampion dhe rekordmen i atletikës shkodrane, pastaj shqiptare. Shumë që gjithmonë e nxit pranë, si mua, si babai i tim, si familjes tim. Falenderoj shumë. Falenderoj Elvis Kraja, shpresojmë se të dash parashikimi.